Shteti e harroi në azil. Del video kur Tinka Kurti lavdëronte Edi Ramën. I duhet Shqipërisë. Lufton për ne dhe nuk ndalet kurrë. Një video e aktores së njohur Tinka Kurti e para 4 viteve po qarkullon në rrjet, kur ajo mbështeste Edi Ramën në zgjedhjet e shkuara. Ndërkohë, sot aktoria është shfaqur në një shtëpi pleqsh, ku një video të publikuar së fundi, ajo dukej se ishte e detyruar dhe se shprehej se ishte diçka tragjike për të. Urojmë jetë gjatë dhe ditë më të mira për yllin e kinematografisë shqiptare dhe mba respektin që meriton.